O Allah, Zoti i Madhërisëm, më ndihmo të luftoj dëshirat e mia të ulta dhe të rriz vetëdijen dhe frikën ndaj Teje. Më jep forcën të zgjedh atë që është e drejtë dhe të shmang atë që është e gabuar. Pa ndihmën tënde, jam i dobët dhe i prirur ndaj gabimeve. Më mëso të jem i kënaqur me atë që ke caktuar për mua dhe më bëj udhëheqës për të tjerët në rrugën drejt mirësisë dhe devotshmërisë. Amin. Në zemrën e mësimeve islame qëndron koncepti i nefsit, një aspekt i natyrës njerëzore që kërkon vazhdimisht sfidimin dhe kontrollin për të arritur përparim shpirtëror. Nefsi është një koncept i njohur në fenë islame, saqë i Madhi Zot betohet në Kur'an në surën Shams, "Wan nafsi wama sawaha". Pasha nefsin, pasha shpirtin të cilën e drejtoi. Nefsi përfaqëson egon apo veten, që mund të manifestohet në forma të ndryshme të dëshirave dhe pasioneve. Nefsi është ajo që i jep gjallëri trupit, por kjo gjallëri mund të jetë për mirë dhe për keq. Prandaj Zoti thot në Kur'an, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha". Ja inspiroi edhe të mirën, edhe të keqen. Dhe atë çka njeriu e ushqen më shumë, e edukon më shumë, e rrit më shumë, atë drejtim merr edhe natyra njerëzore. Njohja e nefsit kërkon një vetëllogjaritje të vazhdueshme dhe një reflektim të thellë mbi qëllimet dhe veprat tona. Disa nga shenjat që tregon që nefsi ynë ka dominuar mbi ne janë mungesa e qetësisë shpirtërore dhe prirja drejt kënaqësive momentale. Një besimtar e kritikon më mirë veten e tij dhe nefsin e tij duke bërë vetëllogjaritje të veprimeve të tij. Disa mënyra për të kontrollu egon dhe nefsin janë adhurimet që ne bëjmë gati çdo ditë. Domethënë është namazi, është agjerimi, është të rish me njerëz të mirë, me njerëz sinqert, me njerëz devotshëm, të largohesh nga njerëzit e këqij. Domethënë këto janë disa mënyra për të cilat ne na ndihmojnë që të largohemi nga egoja, nga veset. Në harmoninë e vlerave hyjnore, egoja e njeriu shndërrohet nga një pengesë në një mundësi, një arenë ku fitoret më fisnike shpirtërore arrihen. Shlirojnë njeriu nga zinxhiret e tij dhe afron atë më pranë për sosmërisë hyjnore. Profeti Muhammed a.s. na jep një shembull të thjeshtë të një njeriu i cili i shërbente pejgamberit a.s. kur merrte abdes i shërbente ujin. I thot, "Çfarë kërkon prej meje, pra të shpërblej me diçka?" Ky njeri thot, "O i dërguari i Zotit, du të jem me ty në xhennet, me ty në parajs." Po kjo ishte një kërkesë shumë e lartë. Të jesh me profetin në parajs është një kërkesë shumë e madhe. Atëherës profeti i thot, "E inni ala nafsika bi kathrati sujud." Më ndihmo mua ndaj vetes tënde duke i shtuar sejdët, namazet për Zotin. Pra shtoj punë të mira që t'jesh me profetin në xhennet. Nefsi lartësohet me veprat mira, po shtrohet me veprat liga. Për fat keq sot kemi shumë probleme në shoqëritë, si njerëzit kanë probleme me egon, siç janë zilia, siç janë ajo zemëngurtësia, siç është xhelozia, krenaria tepër. Të gjitha këto cilësi, domethënë, mblidhen dhe akumulohen tek njeriu. Dhe detyrimisht që njeriu duhet të shkarkojë këto gjëra. Dhe detyrimisht që këto shkarkohen nëse njeriu ka një vullnet të fortë për ta besuar Allahun xhaleshanu, ka një vullnet të fortë për të qenë më afër krijuesit. Detyrimisht që njeriu afrohet më afër Allahun xhaleshanu, njeriu të jetë më i sinqert me veten e vet, të jetë më i sinqert në veprimet që i bën ndaj Allahut xhaleshanu, sepse sinqeriteti normale që është tregues kryesor. Do ta llogarisë veten e vet. Do të ketë një luftë me veten e vet, domthonë për veprimet që bën, ato el muraqabe, domthonë që të bëjë një llogari vetes vet lart. Mësimet islame ofrojnë një sër praktikash për të ndihmuar besimtarët të kontrollojnë dhe rafinojnë nefsin, egon e tyre, duke përfshirë agjërimin, meditimin dhe lutjen. Një shpirt i zhvilluar është ai shpirt i cili ka arritur të kontrollojë dëshirat dhe emocionet e tij, duke u nënshtruar urdhrave të Allahut. Besimtari mund të menaxhojë nefsin me anë të adhurimeve, si falja namazit, agjërimi, dhikri dhe përkujtimi i vdekjes. Njeriu duke qenë i vetëdijshëm që në 24 orë ne vëzhgohemi nga krijuesi, atëherë është më kujdesshëm me veprimet që bën, është shumë i kujdesshëm që ta mbajë në kontroll nefsin e tij. Nefsi, egoja, vetja, ka disa cilësi që përmenden,
siç është al-ammara bisu, përmendet në surën Yusuf, që urdhëron për të keq, dhe kjo është më e vështira, al-lawame, qortuesja, ajo që vazhdimisht e qorton njeriu, pse e bëre, pse se bëre më mirë, pse e bëre këtë gabim, pse re në këtë veprim, dhe ajo çka është e qetësuar. Për besimtarin është shumë e rëndësishme edhe praktikimi i durimit kundrejt situateve të vështira, të shmangemi nga shkujdesja shpirtërore duke mbajtur të fortë lidhjen me Allahun, profetin dhe Kuranin. Që të arrish gradën e nefsit të qetësuar, duhet patjetër të bësh vepra të mira. E para du t'jesh besimtar i mirë. Du të besosh Zotin fort, ai që e ka kriju këtë nefs, ai që e ka kriju këtë njeri. Pra, në moment që ti bëhesh besimtar, ke siguri, ke besim, ke qëndrueshmëri. Çfarë na thot Zoti në Kur'an në lidhje me nefsin, me egot? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Zoti nuk e ndryshon gjendjen tuaj, po qëse nuk e ndryshoni ju veten tuaj. Zoti do thot nuk e ndryshon realitetin e një shoqërie nëse ato nuk fillojnë në radh parë të ndryshojnë vetet e tyre. Që do thot ta edukosh veten për të bërë punë të mira, për t'ju larguar gabimeve, ta fusish pra në shinat e besimit, në atë që ka urdhëruar krijuesi i saj, Allahu fuqiplot, Zoti i gjithësisë, aq më tepër kur ka edhe evenimente siç është muaji i Ramazanit, që është shkolla më e mirë për edukimin e nefsit. Është një shkollë që na mëson ta kontrollojmë veten. Profeti Muhammed a.s. u thoshte shokëve të tij: "A doni t'ju tregoj se kush është besimtar?" Than: "Po si, o i dërguari i Zotit?" Tha: "Besimtar është ai që njerëzit të lënë në amanet pasuritë e tyre dhe vetet e tyre." "A doni t'ju tregoj se kush është musliman?" Musliman është ai njeri që njerëzit shpëtojnë prej gjuhës dhe dorës së tij, pra nuk dëmtohen as nga gjuha as nga dora. Profeti Muhammed a.s. u thoshte: "A doni t'ju mësoj se kush është mujahid, kush është luftëtar i vërtet?" Tha: "Luftëtar është ai i cili mposht egon e vet dhe e vendos në shinat e besimit, e vendos në rrugën e drejtë, në rrugën e besimit tek i madhi Zot." Profeti Muhammed a.s. tha: "A doni t'ju tregoj kush është muhaxhir, migrues në këtë botë? Është ai që i braktis gabimet dhe gjunahet." Prandaj janë veprat e mira që i urdhëron Zoti i gjithësisë, ato të cilët e pastrojnë nefsin, e rregullojnë dhe sistemojnë ato dhe e bëjnë të jetë e qetësuar. Aq më tepër përmendja e Zotit. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Zotit rehatohen zemrat. Janë shumë faktorë. Ne po jetojmë sot në kohë të çuditshme, edhe puna jonë si imam, edhe si mësues, si predikues, më shumë kanë bënë edhe me këtë temë, me luftën shpirtërore, se nëse ti mund ta shohësh besimtar duke u fal namazin rregullisht, është i rregullt në anën e jashtme dhe shumë mirë. Por sa ana e mëshme ndikon. Prandaj duhet punë shumë e madhe në edukimin e brezave. Pra vazhdon me edukimin fillim. Pastaj vazhdon me adhurimet e këto. Pra duhet besimi, duhet edukimi, terbije, edepi, dhe kjo vazhdon nga familja, vazhdon edhe ne si mamllar, si hoxhallar, si mësues, mundohemi që të vazhdojmë fillim fare me edukimin. Pra me sjelljen, me etikën, me moralin. Thelbi dhe esenca e fesë tonë është morali. Sepse nuk mund të jesh besimtar i mirë nëse nuk ke moral. Nuk mund të jesh besimtar i devotshëm nëse ti nuk ke moral, nuk ke edep, nuk ke disiplinë, nuk ke sjellje. Dhe ne mundohemi që me fëmijët, me xhamatet, mundohemi edhe nëpër hutbe, nëpër vaze, mundohemi që ti fokusohen më shumë morali, duke u nisur nga gjithë këto probleme që kemi. Disa nga strategjitë dhe metodat që na ndihmojnë që zemra jonë dhe mendja jonë të qëndrojë larg egos janë lutja dhe istikfari. Kërkimi i faljes ndaj Allahut na ndihmon që ne ta mbajmë zemrën të pastër dhe të largohemi nga krenaria. Reflektimi mbi vdekjen, kujtimi sa më i shpeshtë i vdekjes na ndihmon që të ulemi egon dhe të fokusohemi në bërjen e veprave të mira. Ndihmesa gjithashtu një tjetër pikë e rëndësishme, ndihmesa ndaj njerëzve të tjerë ndikon në uljen e egos. Një tjetër pikë gjithashtu që ndikon në uljen e egos ton është qëndrimi larg përgojimit dhe mendimeve negative. Për shumë besimtar, lufta me nefsin është një udhëtim që kërkon përkushtim dhe përmirësim të vazhdueshëm. Kjo luftë nuk është një betejë e lehtë, por një proces që kërkon durim dhe vetëdije të vazhdueshme. Dhe Islami
është zgjidhja më e mirë për këtë, pasi ajo ofron udhësime të qarta për të kontrolluar dhe udhëhequr egon në drejtimin e duhur, duke e çliruar njeriu nga ndikimet negative dhe duke e afruar atë më pranë Allahut. Sigurisht mënyra më e mirë për të mposhtur egon është besimi në Zot. Nëse neve forcojmë besimin në Zot, është shumë e lehtë të mposhtim egon, sepse ecim në atë çka e ka kriju Zoti, dorëzohemi urdhrit të Zotit. Pa atë çka Zoti na ka thënë që kjo nuk bën, nuk e bëjmë. Atë që Zoti na thotë këtë bëreni se ju vlen, atë e bëjmë dhe e veprojmë. Kur njeriu beson Zot, ka siguri, ka vendosmëri, ka qëndrueshmëri. Pra, edhe ato që s'besojnë duhet marrin shembuj tek njerëzit, edhe nëse s'janë besim papor, që janë të vendosur në ato mësime të cilat i praktikojnë. Ka edhe mësime filozofike, por se ajo çka është rrugë e sigurt, rrugë e vërtet, është rruga e besimit në Zot, sepse Zoti e krijoi këtë njeri dhe ai e din çka është e mira dhe e dëmshmja për njeriu. Edukimi islam luan një rol shumë thelbësor në edukimin e nefsit tonë. Mësimet islame na japin udhëzime të qarta se cila është rruga e gabuar dhe cila është rruga e mirë. Ne mund të arrijmë edukimin islam ndërmjet Kuranit dhe haditheve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shembujt nga jeta e profetit dhe shokëve të tij na ndihmojnë që ne të jetojmë një jetë me moral të lartë dhe të përkushtuar ndaj Allahut. Agjerimi për shembull që është kryesori, sepse agjerimi i ndryth këto veprimet negative. Pra ne jo pa qëllim Allahu xhaleshano ka bë obligim agjerim. Jo pa qëllim Allahu xhaleshano ka bë obligim namazin. Jo pa qëllim Allahu xhaleshano ka bë obligim zakatin dhe gjithë adhurimet tjera. Ose si thotë Omeri radhiyallahu anhu, domthon hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Domthon llogaritni veten tuaj para se të llogarisë Allahu xhaleshano. Dhe llogaritja vetes është kryesorja për një besimtar, sepse një njeri nëse e llogarit veten e vet, punët që ka bën, llogaria çfarë është? Punët që ka bën njeriu. Nëse punët janë të mira, të sinqerta për hir të Allahut xhaleshano, atëherë ai është i qetë me veten vet. Nëse punët nuk bën me sinqeritet, por se bën për zili, për xhelozi, për inat tjetër kujt, atëherë ato punë shumëzohen me zero. Dhe kjo është e bukur e Islamit, për sinqeriteti. Sigurisht besimi bën që të ndryshojmë natyrshmërinë tonë, përditshmërinë tonë, veprimet tona, sjelljet tona, karakterin tonë. Ashtu siç i mësoi pejgamberi alayhis salam, kur u kthyn nga një betejë, nga një luftë, shokët e tij që u tha, tash u kthym nga një luftë e vogël dhe luftën më të madhe e kemi për mposhtjen e egos tonë. Pra, tash fillon lufta e vërtet me njeriu kur fillon të sfidoj ato cilësi negative që i ka brenda vetes tij. Njeriu është krijuar me vullnet të lirë dhe është në dorën e tij të vendosë se cilën rrugë do të zgjedhë, atë të përkushtimit ndaj Allahut dhe udhëzimeve të tij, ose atë të shpërfilljes dhe shpërkujdesjes shpirtërore. Ky është një test që përcakton drejtimin dhe përmbushjen e jetës së tij. Allahu i ka dhënë njeriut një mendje të shëndosh. Por fatkeqësisht ndonjëherë në mendjen tonë kalojnë disa mendime negative ose pozitive. Dhe është në dorën e besimtarit, është në dorën e njeriut të kontrollojë këto veprime, këto mendime të këqija, duke kërkuar shpesh llogari vetes së tij, se ku do më çojnë mua këto veprime. Sot në kohën e rrjeteve sociale, në kohën e zhvillimit mediatik, mund gjejmë dhe lexojmë dhe ndëgjojmë histori të ndryshme të cilat na tregojnë se si të edukojmë dhe emancipojmë nefsin, egon tonë, si ta mposhtim ato. Sa më shumë të dëgjojmë histori të mira, histori të cilat na japin shembuj pozitiv për jetën tonë, aq më shumë ato i vlejnë natyrshmërisë njerëzore, i vlejnë ndryshimit të egos tonë dhe përmirësimit të saj. Njeriu është vazhdimisht në luftë me egon e vet. Siç është në luftë me disa armiq të jashtëm, është në luftë me këtë armik të mbrëmshëm që quhet ego, që duhet ta mposhtë. Dhe mposhtja bëhet duke mësuar, duke praktikuar shembuj pozitiv që i gjejmë si në rrjetet sociale, si në biseda, si duke qëndruar me njerëzit e mirë. Pra janë këto shembuj ato të cilet na bëjnë që të ndryshojmë egon tonë dhe ta mposhtim ato, pra ta ndryshojmë për tek e mira, për tek ajo që ka vlerë. Me që jemi në muajin e Ramazanit, atëherë ta provojmë të mbajmë një ditë Ramazanit, vazhdojmë me Ramazanin, edhe do shohim pastaj në fund të Ramazanit atë plus minuset çdo kush. Po normale gjithmonë duke u mbajt kritereve. Po në përgjithësi njerëzit të rinj, të rejat, në përgjithësi për Ramazan mundohen që ta mbajnë veten, nuk të ndohen kollaj. Dhe inshallah Zoti ma t'u hap zemrat në Islam. Lufta me nefsin është një aspekt universal i përvojës njerëzore, por në Islam
Ajo merr një rëndësi të veçantë si mjet për purifikim shpirtëror. Përmes kësaj lufte, besimtarët gjejnë një rrugë drejt lumturisë së brendshme dhe një lidhje më të thellë me të vërtetën shpirtërore. O egoja ime e sëmur, o mohues dhe ti o nxitës tek e keqja dhe shthurja. Nëse ke mundësi të vrasësh vdekjen dhe të ndaloshësh dukjen e kësaj bote, nëse ke gjetur një mënyrë të eliminosh dobësinë dhe varfërinë nga njerëzimi e ta mbyllësh derën e varrit, na e thuaj e të dëgjojmë. Përndryshe, hesht. Sepse Kurani mrekullueshëm po lexon universin në xhaminë e madhe të gjithësisë. Le të dëgjojmë atë, le të dritësohemi me dritën e tij, le të punojmë me udhëzimin e tij plot urtësi, ndërsa gjuhët e zemrat tona të gjejnë prehje në leximin e tij. Po, fjala është ai. E fjali thon asaj që është e drejta fjalë, që vjen prej të drejtit, që të drejtën flet e që të vërtetën e urtësinë përhap cep më cep.